Se do ndalemi tek skenarët. Kam një pyetje të fundit për zonjën Kryeziu. Përpara se ta përcjell. Jo, kam vetëm një pyetje për zonjën. Nuk kupton ajo i kam numrat. Do të kishte numrat nuk do të bëni një pyetje. Jo, vetëm desha ti kujtesen me ta ndihmoj pak lidhur me këtë çështje. Ishte pikërisht grupi parlamentar i vetvendosjes që në 2022 ka miratuar këtë ligj me të cilin sot po i bie të morit me kokë. Dhe unë e pyes se unë e kuptoj situatën në cilën ndodhet. A e kishin parashikuar ata që do vinin në këtë situatë? Në këtë situatë. E kishin parashikuar zonja Kryeziu që mund vinin në këtë situatë të ndodhte ky ngërç? Shiko, unë nuk po besoj që ne jemi duke i vënë murit me kokë, edhe nuk po mendoj që kemi krijuar ose kemi hartuar ligje që të na përshtaten në situata të caktuara, sepse sigurisht nuk mendojmë që në Kuvend të Republikës Kosovës ka parti politike cilat janë madje edhe kundër vetës tyre dhe refuzojnë të votojnë edhe vetë betimin e tyre si deputet në Kuvendin e Kosovës. Ligjet në Kosovë janë krijuar që t'i shërbejnë në mënyrë sa më të mirë institucioneve tona cilat janë demokratike dhe bëjnë punën e tyre në mënyrë më të mirë të mundshme. Dhe sigurisht që ne jemi aty për t'ju përmbajtur atyre dhe unë besoj që këtë kemi bërë në vazhdimsi, pavarësisht asaj se si mund të interpretohet një gjë e tillë prej analistëve të ndryshëm ose ekspertëve të ndryshëm të çështjeve nëpër studiot televizive. Nuk kemi bërë asgjë të kundërligjshme dhe jemi në përputhje me atë çfarë interpretohet qoftë në kushtetutë, qoftë në ligjet tona në fuqi. Dhe më duhet vetëm të ndalem edhe tek çështja që u përmend për çështjen e një skenari tjetër, pra për mundësinë e krijimit të qeverisë nga ana e PD-s. Vetëm po duhet ta vë tekstin tek një gjë që nuk është e mundur të krijohet një qeveri nga opozita, në qoftë se në të nuk merr pjesë lista serbe. Pra tash ta kemi parasysh nëse Bedri Hamza ose kushtet tjetër është tjetër, është koalicionesh. Nuk është e vërtetë. Vin deputat nga juat, nuk është e vërtetë. Ajo është ka numrat, i bën numrat si bën numrat. Ka një pyetje tjetër zoti Çeku dhe pastaj do ta mbyllun me një gjë. Vetëm për Nuk është e vërtetë, ka mungesë matematikore zonja. Pra me gjithë listën serbe bëjnë qoftë në veri, qoftë në pozicione të tjera. Me gjithë listën serbe bëjnë 57, jo. 48 ka vetvendosja, 9 ka lista serbe bëjnë 57, 63 janë pjesa tjetër, pra mund ta bëjnë qeverinë me 63 tjerët vetëm me pakicat e tjera, jo pakicën serbe. Kështu që është çështje matematikore. Mirë, ja i diskutojmë ashtu. Unë që e votojnë një parti, një qeveri të opozitës. Pra duhet ta kemi parasysh. Po për pakica shkojnë, po serbe kanë 9 vojë. Shiko, se kemi ka një pyetje të fundit që ta përcjellim pastaj zonjë Kryeziu dhe ndalemi bashkërisht. Kemi një zoj të nderuar deputetet që po përgjigjet edhe po përpiqet të japi përgjigje gjithë asaj, po dhe nuk besoj që mund t'i marrin përgjigjet të gjitha tani nga ajo. Sot jo, e pamundur. Unë thjesht desha të kujtoj edhe një gjë tjetër për rëndësinë e precedenteve dhe të kalimit të mandateve të deputetëve nga një deputet tek tjetri ose kur thyet ky princip kushtetues e kështu me radhë, sepse vura re që ka një neglizhencë të këtij kalimit të marrjes së deputetit të mandatit të deputetit nga zyrtar, nga kryeministri kështu me radhë. Nuk është kaq e thjeshtë. Unë do t'i kujtoj deputetës, por edhe të tjerëve që në vitin 2020 në dhjetor, nëse ju kujtohet, 17 deputet të vetvendosjes kërkuan kushtetutshmërinë ose mospërputhshmërinë ose mosvlefshmërinë e mandatit të Etem Arifit, një deputeti të mazhorancës asaj kohe, për të rrëzuar qeverinë Hoti. Dhe në fakt qeveria Hoti ka rënë pikërisht nga ky interpretim kushtetues i një mandati të një deputeti, i cili ishte i dënuar, i cili kishte votuar gjatë gjithë kohës në parlament dhe u gjet një artific për të rrëzuar qeverinë Hoti sepse kishte vetëm 61 deputet. Dhe u kërkoi interpretimi i vlefshmërisë së mandatit të këtij deputeti. Atëherë pyetja shtrohet, edhe nëse e merr zoti Kurti këtë mandat ose disa të tjerë, a do futet kjo në një interpretim tjetër kushtetues? Sepse zoti Kurti, nuk po them për sot, po që nga momenti dhe unë e marr të mirëqen njoftimin që ka bërë në KQZ me datën 27. Pyetja kushtetuese dhe këtu kemi juristin ton, është që në këtë precedent, nëse kthejmë shiritin mbrapa, nga data 27, 28, 29, 30 deri sot, ka një njoftim publik që ky kryeministër ka dhënë dorëheqje ose është kryeministër në dorëheqje, e priti këtë zyrtar si kryeministër në dorëheqje, ka
firmosur akte ligjore dhe administrative dhe këto akte që janë firmosur, a kanë vlerë juridike dhe ekzekutive, a ka të drejtë opozita që vetëm këtë segment kohor të ushtrimit të pushtetit jashtë kushtetutshmërisë, pra, duke pranuar letrën e tij në KQZ, unë po them ta pranojmë. Të gjithë kjo sag dhe kjo veprimtari, gjithë këto ditë, a janë në shkelje të kushtetutës? Pra, këtu ngërçi është bërë më i madh dhe unë mendoj për ta përmbyllur të gjitha palët janë koshient për hapat që kanë ndërmarrë për këtë krizë në të cilën po futen institucionet e Kosovës. Ja të japim mundësinë zonjës Kryeziu për një përgjigje. Po. Vetëm dua përkujtoj edhe një gjë të fundit. Në 2014 kur në kryeministër ka qenë Hashim Thaçi, njëjtën kohë ka bërë betimin në kuvend është kthyer në zyrën e tij në kryeministri për të vazhduar punët e tij. E njëjta ka ndodhur edhe në 2017 me Ramush Haradinaj kryeministër, e njëjta ka ndodhur ishte ligjet e 2022. Po s'kishte ligj i vjetër. Po s'kishte ligjet e lejojnë atë kohë. Po nuk ka pasur pushime drastike sa ata ta kenë të drejtën ta bëjnë një gjë të tillë. Pra, thjesht është mirë të interpretohet kjo një që ka ndodhur edhe vite përpara, një sikurse edhe tash. Edhe nuk mund ta krahasoj me rastin e zotri Arifit me kryeministrin Kurti, sepse ju e